Kur thoni se ambasadori i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës vjen në Shqipëri ashtu si të njëjtën periudhë të vitit 1996, çfarë nënkuptoni në këtë rast? Unë thash që kjo është pritshmëria e Paris-Tiranës, ky është leximi që i bën Paria Tiranës, që e sheh një emërim të ngjashëm me atë të Marizalinos. Njerëzit le ta kuptojnë siç duan këtë, nuk jemi fort larg asaj situate. Situata nuk është e pangjashme me 96-ën, e vetme gjë e pangjashme në gjykimin tim analitik është që këtë herë është shumë më pak e kontrollueshme. Në 97-ën, megjithëse duke kaotike, megjithëse vdiqën mbi 3000 vet, edhe u shkatrua Shqipëria, u shkatrua ushtria etj, ishte ende e kontrolluar për shumë arsye, dhe nga jashtë dhe nga brenda. Tani unë mendoj që në kushtet e një lufte botërore ku autoriteti botëror është më pak i përcaktuar, ku po luftohet për kontrollin e zonave shqiptare, ka shumë ndërhyrje të ndryshme të fuqive të mëdha, dhe në momentin kur Shqipëria është një, duhet të qëndroj në ndikimin e caktuar, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër për shqiptarët përveç se të jemi në ombrellën e politikës së jashtme amerikane. Në këto kushte, një shpërthim i tillë do të jetë shumë më tepër i dëmshëm, do të shkojmë në kushtet e një libanizimi të skajshëm, ku të gjitha grupimet, se shikoni, shteti jep sigurinë çdo qytetari. Në momentin që shteti nuk e garanton sigurinë e qytetarit, qytetari shkon dhe e kërkon sigurinë diku tjetër. Dy janë mënyrat. Një, e kërkon sigurinë tek ata që e japin me rent, pra grupet kriminale, grupet e forcës, kushdo që në këmbim të pagesës të jep të rent, ose mënyra e dytë, e ngjashme me të parën, është që të shkosh tek grupi i cili ti e ndjen identitetin tënd. Dhe në këto raste, identitetet më të forta, të cilat janë kultivuar sot e 36 vjet, janë ato fetare, janë grupet sektare, janë grupet etnike, në të cilat Shqipëria është ndarë. Pra ne kishim 3.2 milion shqiptar të vetë deklaruar në vitin 90, sot kemi 2.8 milion qytetarë të Shqipërisë, nga të cilët vetëm 1.1 milion deklarohen shqiptar. Me vetë deklarim. Kështu që kemi një ulje të frikshme të shqiptarëve në shtetin shqiptar, kemi një ulje të frikshme të banorëve, që duhet ishim 5 ose 6 milion dhe jemi 2.8 milion në letra, se në realitet mund të jemi shumë afër 2 milionshit. Kemi situata jashtëzakonisht të tjera shumë më të dëmshme se sa i kishim në 96-ën, pra ne sot jemi shumë më vulnerabël, shumë më të dobët se sa ishim përpara. Por situata është mjaftueshmërisht e ngjashme. Zoti Roj, besoj duhet ta keni ndjekur çështjen sa i përket aeroportit të Florës, ku duket se Bexhet Pacolli tashmë është nxjerr jashtë loje dhe Edi Rama në këtë rast duket se është përplasur me vet Pacollin, duke sjell në këtë lloj situate. Ju si e shikoni, si është e mundur që një biznesmen i tillë goditet në këtë lloj forme ku ministria ka nisur edhe procedurat për ta zhbërë investimin e biznesmenit? Ju mund ta konsideroni Pacollin biznesmen, unë e konsideroj kolon të pestë ruse në shtetet shqiptare. Kjo është përgjigjja ime, të tjerat le ti shohin vetë shikuesit tuaj. Nuk më vjen keq që më në fund ju hoq Pacollit, po i njëjti person që ja dha dhe ja hoqi, ja ka dhënë dhe në Karavasta. Nuk është hera e parë që Pacolli merr, këtu janë thjesht pazare që janë prishur, por Pacolli shkolon e 5 nuk ka lidhje me shqiptarët Pacolli. Pacolli ka më shumë lidhje në Moskë se sa i ka në Tiranë. Por kjo duhet na bëjë të mendojmë që ju dha Pacollit një aeroport i tillë për çarsye, në Shqipëri asgjë nuk ndodh pa dijenin dhe pa miratimin e qeverisë. Ka një dokumentar për këtë punë, është një dokumentar që i shkon deri në gjysmën problemit të gazetarit Artan Rama, i cili e tregon deri diku, se pa i rënë në qafë shumë Paris-Tiranës, po gjithsesi e tregon se si janë thyer gjitha ligjet e ndryshme për aeroportin e Vlorës, pa e vrarë mendjen askush, dhe deri para pak muajsh, kur Pacolli u bë problematik, qeveria ja lehtësonte, ja bënte të gjitha. Po këta që ja hoqën, këta
ta ja dhanë. Kështu që aty ka interesa kriminale që shkojnë shumë përtej asaj që duket. Nuk do të vite shumë keq që e humbi Pacolli, por vjen keq që është ndërtuar në një zonë të mbrojtur, më vjen keq që në Shqipëri çdo gjë, se po të ishte ndërtuar një zonë të mbrojtur me një qëllim strategjik, mund edhe ta pranonim. Mund edhe të thonim që ka sakrifica që duhen bërë për arsye 1, 2, 3, 4, 5. Por është bërë thjesht për të shplar paratë e drogës, është bërë thjesht për t'i dhënë më frymëmarrje qeverisë së zotit Rama dhe ata janë pronarët e quajnë veten pronarët e Shqipërisë, por në fakt pronari real është Sindikata Ndërkombëtare e Krimit tani më. Ata janë thjesht qehajajt e Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit. Qehajajt e pasur, po gjithsesi qehajaj. Zoti Rojt, kalojmë pak në Kosovë ku Albin Kurti është goditur me vezë mes kuvendit, ndërkohë kur kërkohet konstituimi i kuvendit, kërkohen ngritje institucioneve të reja. Në këtë rast çfarë po ndodh me vetë Kosovën dhe Albin Kurtin? Unë kam disa vite që e them duke këtë punë, po bëhet një vit e gjysmë që Kosova është në një rrjedh zgjedhjesh të përhershme në një qeveri e cila ka humbur legitimitetin sepse nuk përfaqëson më shumicën e qytetarëve, pavarësisht se shumica e qytetarëve e kanë votuar. Mirëpo, në këtë pikë ku janë çështjet, nuk ka më vlerë që të flasim se kush janë fajtorët. Lufta politike, punën e vezëve në parlament, zoti Kurti e ka futur, kështu që tani më nuk ka më mundësi që të ankohet për punën e vezëve. Por nga ana tjetër, ndasit nuk i shërben Kosovës. Goditja e institucioneve nuk i shërben Kosovës. Unë kam të paktën një vit e gjysmë 2 që bëj thirrje të madhe për një qeveri të përbashkët. Populli i Kosovës i beson Albin Kurtit shumicën, diku nga 45 deri në 51-52% në varësi të numrave. Atëherë duke qenë që ai e ka shumicën, ai ka drejtën të zgjedhë qeverinë, po duhet bërë një qeveri e përbashkët, duhet bërë një zgjidhje institucionale e të gjitha institucioneve të Kosovës, për të gjitha institucionet e përkohshme deri në zgjidhjen e statusit. Sepse Kosova është një moment kyç, është një moment shumë delikat, është një moment ku Evropa ka rekuperuar qasjen e vet pro-serbe, është një moment ku lobi serb është duke punuar me një forcë të jashtëzakonshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të rekuperuar, nuk ja ka mbërritur deri më sot, por trysnia që po ushtron lobi serb në Washington dhe kudo tjetër në politikën amerikane është e pa llogaritshme për shqiptarët. Ndaj dhe Kosova gjendet në një moment kyç. Fatkeqësisht nuk ka ndërtuar shtet konsoliduar, fatkeqësisht me gjithë përparimet që janë bërë, që i duhen njohur kryeministit Kurti, nuk ka mbërritur dot që të ripaqtoj skenën politike dhe pa një ripaqtim të skenës politike, pa një përbashkim të interesave të atyre që duan të punojnë për shqiptarët në një trung të vetëm, pavarësisht se nesër mund të dalin përsëri kundërshtar, Kosova ka probleme madhore. Unë uroj shumë që të paktën këtë herë të gjendet një zgjidhje politike. Duhet denoncuar gjyqi i Hagës, që është një gjyq fars. Dhe kjo s'ka lidhje me cilësinë politike të atyre komandantëve, po kjo ka lidhje me historinë e popullit shqiptar. Ata janë komandantë UÇK-s dhe për atë fazë ata janë herojt popullit shqiptar. Çfarë kanë bërë më mbrapa, çfarë lloj gjunahu që të kenë, duhet të jenë institucionet e Kosovës që ju a japin dhe jo një gjyq fars atje me të dhëna serbe, por kjo nuk duhet pengoj në krah tjetër që të vazhdoj puna në Kosovë për një përbashkim politik, për një faktor të vetëm që t'i kundërvihet faktorit serb, sepse fatkeqësisht në Tiranë nuk e kam shtetin e duhur Kosova, Tirana ka shumë frikë Kosovën, duhet të thënë edhe kjo, sepse qendra e nacionalizmit shqiptar nuk është më në Tiranë. Tirana, siç thash, është nga 3.2 milion të vetë deklaruar, kemi 1.1 milion shqiptar të vetë deklaruar, pra Tirana e ka humbur shkëlqimin e të qenit qendra e kombëtarizmit, e ka tani më Prishtina e deri diku Tetova dhe Shkupi. Problemi është që
gjithë këto energji duhen bashkuar për interesin kombëtar. Dhe interesi i Kosovës është që të jetë një grup i vetëm, një zë i vetëm për kundrejt Serbisë. Çdo gjë tjetër politike, legjitime apo jo legjitime, çdo lloj problemi tjetër e dëmton interesin afatgjatë Kosovës, pavarësisht se, siç e thash, çështjen e vezëve e ka futur në diskursin politik vetë kryeministri Kurti, kështu që tani më duhet përballet me të njëjtat mjete. Në këtë rast, në mënyrën se si po shkon Kosova në këtë rreth vicioz, a mendoni se Albin Kurti do të bëhet më i fortë apo do të shkojë drejt ikjes nga politika? Nuk janë këto dyja zgjedhjet e vetme. Ndasia që ekziston në Kosovë është reale. E kam thënë dhe përpara në këtë podcast, fatkeqësisht ke një ndasi të madhe midis ish-shtetistëve dhe atyre që punojnë për kombin, ke ndasi të madhe midis katundit dhe qytetit, urbanes dhe fshatares, ke një ndasi të madhe rajonale, një ndarje të zonave të komandantëve, siç kanë qenë kohë të luftës, ku secili ka influencën e vet, ke pastaj përpjekje për të blerë influenca ndaj këtej, pra kemi një feudalizim, do thoja unë, të situatës politike në Kosovë, ke edhe ndikime nga jashtë të shqiptarëve jashtë atë dheut, domethënë shumë prej tyre dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndikime jo fort të këndshme, sepse janë ndikime të bazuara në interesat e individëve dhe jo në interesat kombëtare, por në çdo rast këto lloj ndasish nuk i bëjnë mirë të ardhmes Kosovës. Pra unë nuk mendoj që do të kem dy zgjedhjet janë ose do iki Kurti ose do bëhet diçka tjetër. Nuk e shoh që Albin Kurti ta humb legitimitetin për momentin, sepse siç e thash, bëhen zgjedhjet dhe kur nuk bie në më pak se 45%. Pra ka një shumicë të konsoliduar brenda Kosovës që voton Albin Kurtin. Për sa kohë që populli don Albin Kurti takon të udhëheq Kosovën, por amai duhet të sillet si udhëheqës. Si udhëheqës i Kosovës, e ndoshta dhe përtej asaj, dhe jo si udhëheqës i atyre 4-5 qyteteve dhe katundeve që e votojnë. A 10, a 15, nuk po dua ta minimizoj, po sjellja politike duhet të jetë prej shtetari dhe jo prej kryetari partie. Zoti Roy, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit ju, është gjithmonë kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.